Një aksident i rënë në vendin e punës ka ndodhur në Ferizaj, ku një 27 vjeçar ka pësuar lëndime të rënda trupore pasi ka rënë nga kulmi një objekti në fshatin Babush. Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur dje gjatë ditës, kur autoritetet kanë pranuar informatën se një person kishte rënë nga pullazi një objekti dhe si pasojë kishte pësuar lëndime trupore. 27 vjeçari fillimisht është dërguar në emergjencën e Ferizaj, por për shkak të gjendjes së rënë shëndetësore dhe natyrës së lëndimeve, ai më pas është transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për trajtim të mëtej mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit policor dhe inspektorët e punës, të cilët kanë nisur ekzaminime lidhur me kushtet e sigurisë në objekt dhe rrethonat e aksidentit. Ndërkaq lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, ndërsa rasti është cilësuar si asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Numër i madh i qytetarëve në Kosovë kanë humbur jetën përgjatë muajve të fundit, pikërisht si shkak i lëndimeve të marra në vendin e punës. Si shkak i kësaj, Ministria e Punës dhe Mirëqenies ka organizuar së fundmi disa aksione përmes inspektorëve të shumë në teren për të parë nga afër nëse kompanitë po i sigurojnë punëtorëve kushtet e nevojshme të sigurisë.